Spektakli i radhës në Big Brother VIP Albania ka lënë pas një atmosferë të rënduar dhe tensione të forta brenda shtëpisë, ku në qendër të vëmendjes janë vendosur Miri dhe Mateo. Menjëherë pas përfundimit të prajmit, situata mes tyre ka degraduar ndjeshëm, duke kaluar nga një debat i zakonshëm loje në një përplasje të ashpër personale që ka tejkaluar kufijtë e pranueshëm. Gjatë debatit ballë për ballë, Miri ka përdorur një gjuhë të rëndë dhe ka kaluar në kërcënime të drejtpërdrejta ndaj Mateos, duke deklaruar se përballja e tyre nuk do të mbetet vetëm brenda shtëpisë, por do të vazhdojë edhe jashtë saj. Kur Mateo e ka pyetur hapur nëse këtë fjalë përbëni një kërcënim, Miri nuk ka nguruar ta pranojë, madje duke e përshkallëzuar situatën me komente edhe më të rënda, të cilat përfshinin edhe familjarët. Deklarata si "jo ty, por kush të ka bërë ty dhe gjithë Shqipërinë dhe do ta tregoj jashtë" kanë shkaktuar reagime të forta si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Videoja e kësaj përplasjeje është shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke u bërë virale dhe duke nxitur një valë të madhe reagimesh nga publiku. Shumë ndjekës të formatit kanë shprehur indinjatën e tyre, duke e konsideruar sjelljen e Mirit të papranueshme dhe jashtë çdo norme të bashkëjetesës. Në komente të shumta, ata kanë kërkuar masa të menjëhershme nga produksioni konkretisht dhënien e një zarfi të zi, si një formë dëshkimi për gjuhën e përdorur dhe presionin e ushtruar. Këtyre reagimeve i është bashkuar edhe komentuesi i njohur i reality show-ve Pleurat Menaxheri përmes një videoje të publikuar në TikTok. Ai ka theksuar se situata ka kaluar çdo kufi të tolerancës dhe ka bërë thirrje publike që produksioni të reagojë pa vonesë. Sipas tij, raste të tilla nuk duhet të normalizohen në një format kaq të ndjekur, pasi ndikojnë drejt për drejt edhe te publiku. Tashmë mbetet për tu parë se cili do të jetë reagimi i produksionit dhe nëse do të merren masa konkrete ndaj kësaj situate. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.